Arben Nametaj mund të jetë deputet në zonën e Kavajës. Të paktën kështu e ka prezantuar ish-krye bashkiaku i këtij qyteti Elvis Roshi. Në një takim me strukturat e partisë, Roshi ka bërë fakt të kryer kandidimin e ministrit në këtë rreth, pavarësisht se listat e kandidatëve për deputet bëhen publike vetëm në maj. Por vetë Nametaj është treguar disi më i rezervuar, duke pohuar se është i deleguar i partisë në Rogozhin dhe Kavaj për përgatitjen e zgjedhjeve, gjë që zakonisht përkthehet në deputet të zonës. Sonde, të gjithë strukturët e partisë socialiste të Kavajës jemi mbledhur për të bërë një prezantim të prioritetit tonë të ardhshëm ministrit Arben Nametaj. Jem koordinator për zonën e koordinatorit Partisë Socialiste i deleguar nga kryesia për Kavajën dhe Rogozhinën. Kavaja për mua në mandatet e kryetarit bashkisë, e zotit Roshi, është një surprizë qoftë për Kosovën, qoftë për Shqipërinë. Rrethi Kavajës bën pjesë në qarkun e Tiranës. Në 2013 Nametaj doli deputet në Gjirokastër, prej nga ku ka dhe origjinën.